Bismillahirrahmanirrahim. Duke shpresuar që të jeni të gjithë shëndoshë mirë, më lejoni që të vendos përpara durëve tuaja këtë libër. Do ju mundoni se çfarë është ky libër, kaq voluminoz, që ka rreth 950 faqe. Është një libër i cili përshkruan me detaje formula të shumta të dhikrit dhe duave që i gjejmë në Kur'anin famëlart, në jetën e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall dhe në traditat e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Çfarë dua të nxis dhe t'ju ftoj nëpërmjet kësaj këshille? Ditën e sotme në xhaminë e Parrucës ju drejtova besimtarëve në dersin javor me një temë që shpresoj që është hap sot dhe shpresoj të më jap Allah Azza wa Jall mbarësi dhe jetë e bekim për të vazhduar edhe në shumë javë të tjera, sepse në fakt është tema kryesore e fetarizmit ton. Dhe është tema kryesore që duhet të përqendrohen përreth saj besimtarët muslimanët anë botës. Tema e dhikrit, që në fakt është një prej tematikave që ne e kemi neglizhuar dhe e kemi thujse hek nga përditshmëria e komunikimit ton dhe e bashkëbisedimit rreth vlerave të tij. Dhikri, çfarë është dhikri? Dhikri në gjuhën arabe është përkujtimi. Me kujtu sa më shumë ke Allahun Azza wa Jall. Dhikrullah, përmendja e Allahut është tema që më së shumti përmendet dhe nxitemi drejt saj në Kur'anin famëlar. Një temë që na fton për herë më tepër në vende të ndryshme në librin e Allahut Azza wa Jall, pa në shumë fjalë e dëshmi e realitete të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam për të ofruar për herë më tepër me Zotin ton nëpërmjet mejliseve të dhikrit. Mejliset e dhikrit për të cilat mësojmë në Sahihun e Imam Buhariut fjala bie. Atë ditë kur pejgamberi hyri në xhami dhe gjeti Hazreti Muavijen edhe shumë të tjerë që ishin mbledh dhe po banin dhikr. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i pyeti për çfarë jeni mbledh ju këtu? I tha për Allahun, po përkujtoj mirësitë e tij ndaj nesh. Thot Allahu është shkak i dobimit tuaj, i thon pasha Allahun vetëm Allahu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tregon se pyetja që i bani nuk ishte për të vënë në pikpyetje sinqeritetin e tyre, por për t'ju thënë se sapo kishte ardhur Xhibrili alayhi salam dhe e kishte lajmëruar pejgamberin alayhi salatu wasalam se Allahu i madhruar mburret me këta, të cilët janë mbledhur në mejliset e dhikrit, mburret me ta përpara melekëve të tij. Është një temë shumë e rëndësishme. Është lana kryesore e Kur'anit famëlar. Nuk do të gjesh në Kur'anin famëlar të urdhër përveç dhikrit që të bëhet në mënyrë të shumtë. Udhkurullaha dhikran kathira. Bani dhikr Allahut shumë dhikr. Pastaj përmend në sa vende format e dhikrit në kam, neun, kudo në çdo formë. Ti veç përmend Allahun Azza wa Jall. Është një temë e cila na merr përdore për të parë në pasqyrën e besimit se sa jemi besimtar dhe musliman të lidhur me Zotin e gjithësisë. Dhe kujdes, ti mund thush po unë falem, unë kam shkuar në umre, unë kam bë haxh, unë kam agjëruar sa Ramazane, shumë e drejtë, Allahu t'i pranoft. Mirë, po të gjitha këto nuk japin frutë. Nëse besimtari, muslimani nuk i paraprin atyre dhe nuk i realizon ato, mbështet mi temën e dhikrit të Allahut Azza wa Jall. Pa dhikr nuk ka bereqet Islami. Pa dhikr nuk kanë bereqet adhurimet tuaja. Ti i kryen ato, patjetër, por në formale. Ti i kryen ato, patjetër, ti shpërblehesh inshallah taala për kryerjen e borxhit. Por ato nuk kanë bereqet, ato nuk kanë dritë, ato nuk kanë rezultat. Për këtë do të gjesh që edhe njëri që falet, edhe që shkon në haxh, edhe shkon në umre, edhe bën këtë. Dakor, po njeriu kur pendohet për diçka dhe bën tobe për diçka dhe i kërkon falje Allahut për diçka, duhet që mos më u kthy më. Po nëse kthehet, prap kërkon falje. Mirë, po pse ndodh tek ne që dëgjojmë për diçka që është haram dhe e bëjmë. Dëgjojmë për diçka që është e mirë për tu bë, nuk e bëjmë, sepse ne kemi një mangësi shumë të madhe, që është mungesa e dhikrit në përditshmërinë tonë. Shumë e thjeshtë. Madje deri në atë pikë sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka një hadith, subhanallahu, të jashtëzakonshëm. E dini çfarë thotë? Thotë nuk ka grup njerëzish që mblidhen në një tubim, do të thënë në një ndjenjë familjare, shoqënore, në punë, në zyre, në një kafe, në një sa herë që një grup njerëzish mblidhen dhe nuk e përmendin Allahun në atë tubim, pra në atë mejlis,
thot është sikur të ishin ulur për rreth coftinës së një gomari. Allahu ekber, çfarë krahasimit. Sikur të ishin ulur për rreth coftinës së një gomari. Jo vetëm kaq, thot, por në ditën e gjykimit ai tubim dhe ajo kohë që kanë humbur aty do të jetë mjerim për ta. Domethënë do të penohen sikur të mos ishim ul, të mos kishim nejt, mos kishim bisedu, mos kishim diskutu, mos të kishim. Pse? Është nul, është bosh. Një tubim ku nuk përmendet Allahu Azza wa Jall, ku nuk flitet për të mirën, ku nuk flitet për të dobishmen, ku nuk flitet për atë për cilën është razi Allahu Azza wa Jall, është nul, është i pavlefshëm, jo vetëm kaq, por e krahason pejgamberi alayhi salatu wasalam atë neje me nejen e disa njerëzve për rreth një coftinë të gomarit. La ilaha illallah. Shumë e frikshme, shumë e vështirë. Pse nuk ka mezhliset e dhikrit sot në mesin tonë? Pse e kemi lanë dhikrin Allahut Azza wa Jall mas doret? Pse kemi leju që shejtani i mallkuar me namar për dore, siç Allahu Azza wa Jall përmend në surën Al-Maide, teksa tregon për ndalimin e alkoolit, kumarit, pra bigjozit, këtyne veseve të liga, falleve etj. Pastaj na përmend se shejtani që i nxit njerëzit për t'i bërë këto, don që nëpërmjet tyre të fus përçarje dhe grindje në mesin e besimtarëve. Pastaj thot dhe t'i pengoj ata, dhe t'i shtyj ata dhe t'i largoj nga dhikri i Allahut dhe nga namazi. Nga dhikri i Allahut dhe nga namazi. Dhe me thanë, dhikër jo, edhe namaz jo. Ose namaz i shpërqendruar. Shumë kush më pyet dhe më shkruan, hoxhë, kam falë akshamin 4 rekat. Kam falë iqindin, nuk e di, kam falë 3, a 4, a 5. Khejr për inshallah. Khejr inshallah, çka kanë ndodhur. Sa i shpërqendruar pas ka qenë gjatë namazit tanë, sa që nuk kujton se sa rekate ke falë, a thu sa ato janë 400 rekate, po 4 rekate janë ato. Ose 3 rekate janë ato, ose 2 rekate janë ato. Kaq nuk ka tek ne, o 2, o 3, o 4. Allah. Dhikri. Sa më shumë që njeriu është gafil, dhe sa më shumë që njeriu është larg Allahut Azza wa Jall, dhe sa më shumë që njeriu nuk është i përqendruar tek lidhja konstante dhe e vazhdueshme me Allahun Azza wa Jall, aq më shumë i shpërqendruar është në jetën e tij të përditshme, në profesionin e tij, në kohën e tij, në familjen e tij, në shoqërinë e tij. Pse? Sepse ka humb lanën kryesore, ka humb esencën. Është besimtar, patjetër. Është praktikant, patjetër, por i mungon esenca, i mungon shpirti, i mungon ngjyresa, i mungon bukuria, amëlsia. Allahu Azza wa Jall na ka hap dyert e dhikrit, na ka leju që ta përmendim ditë natë. Në kam, rat, i ulun, në makinë, në biciklet, duke vrapu, duke notu, në çdo formë. Në çdo moment ti a je i Zotit me bë dhikr. Domethënë me nejt i lidhun vazhdimisht me Zotin tan. Prandaj, nëse veni re, pas vitit 90, ashtu sikur se na thotë edhe hoxha jon Bebi Sulejmani rahmet pas. Ajo çfarë disa misionar arab kanë bërë në këtë vend, po edhe në shumë vende tjera të botës, është një krim shumë i madh, sepse kanë ardhur në vend që t'ju mësojnë njerëzve fen, ju kanë prish njerëzve fen. Dhe pika e parë që kanë synu dhe kanë godit është pikërisht dhikri. Dhe e vënë re, çdo mezhlis ku kemi qenë bashk, ata erdhën thanë, është bidat me najt bashk. Është bidat me umledh për këtë. Është bidat me ba dhikër mas namazit. Është bidat madje me majt edhe të spinë në dorë. Allah. Pra goditen zemrën e Islamit. Për fat të keq. Dhe shejtani gëzohet këto momente, gëzohet në këto situata. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall na thotë se shejtani don me i largu njerëzit nga dhikri. Don me i largu nga namazi. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala thret në Kur'anin familjar për të bërë dhikr sa më shumë dhikr, dhikrën kathira. Dhikr shumë. Është i vetmi adhurim, a formë adhurimi në Kur'anin familjar që Allahu Azza wa Jall e kërkon në mënyrë të vazhdueshme dhe e kërkon shumë. E sa bëjmë dhikr ne? Bëjmë dhikr. Edhe hipokritët bëjnë dhikr. Kujdes, edhe munafikët bëjnë dhikr. Absolutisht. Allahu Azza wa Jall na tregon për munafikët se ato i bëjnë dhikr Allahut Azza wa Jall, por thot wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ato i bëjnë dhikr Allahut se pak. Bëjnë pak dhikr. Ndërsa besimtarëve i thot dhikrën kathira, shumë dhikr. Fa ndërmjet pozitës së hipokritit, pak dhikr ose as pak dhikr,
Shumë dhikër është një hapësinë shumë e gjanë, edhe një rrugtim shumë i gjatë, që duhet ta pres gjithë secili prej nesh për të mërrit tek kënaqësia e Allahut Azza wa Jall. Dhe tek kënaqësia dhe shijimi i jetës, sepse dhikri na zbukuron jetën, të dashurit e mi, na fal qetësinë, na fal mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Jemi të imunizuar nga shejtani i mallkum. Prandaj, nëse shohim sot në realitetet tona të përditshme, do të konstatojmë dhe do të dëshmojmë pa asnjë lloj dyshje se përhapja në masë e korrupsionit, e vjedhjes, e grabitjes, e tjetërsimit të pronës, e pandershmërisë, e imoralitetit, e devijimit, e fol pafund për veset që janë përhapur dhe vazhdojnë të përhapen, kanë një emërues të përbashkët: mungesën e dhikrit të Allahut. Njerëz dhe shoqëri që nuk i bajnë dhikr Allahut Azza wa Jall janë të destinuara për të përfunduar si këto realitete që ne i shohim sot. Absolutisht, nëse leja shumë e qartë, edhe nuk ka nevojë për shpjegime. Shumë normale. Aty ku humb shpirti i Islamit, humb edhe përbamja e tij. Aty ku humb esenca e Islamit, po le të thuash po unë falem, po unë kam shku në haxh, po unë kam shku në umre, po unë kam bërë 10 umre, po unë kam bërë 20 herë haxhin, po kam bërë shumë mirë, Allahu ta pranoft. Allahu ta pranoft. Unë nuk kam punë me pranimin apo jo. Absolutisht. Ajo është çështja e Allahut Azza wa Jall. Unë nuk jam askushi për të folur për këtë. Unë dhe askush në botë nuk ka të drejtë me të thënë ty nuk ta pranon Allahu. Absolutisht. Ndoshta ty ta ka pranuar dhe mua jo. Absolut, mos mendo ti për këtë. Por mendo për diçka tjetër. Ti e ke kryer atë. Unë kam kryer atë. Ne mund ta kemi kryer atë formalisht. Mirë, po pse nuk i shohim frutet e këtyre adhurimeve në përditshmërinë tonë, se na mungon dhikri. Prandaj të dashnë të shtrenjtë, e janë të gjallënojmë shtëpitë tona, familjet tona, marrëdhëniet tona bashkëshortore, marrëdhëniet tona shoqënore, në zyra, në kudo që jemi. Ti gjallërojmë ato të jetën tonë me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Ma një palë të spi në xhep, që sa herë ti prekësh, ta kujtojnë me thënë la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, e të ngjash me forma dhikri. Ban çmos që të kesh një virt të përditshëm, një virt ditor, apo një virt përpara se me fjet, a një virt pas çdo namazi, a sa do i vogla i madh qoftë ai. Mos tjetë asnjëri për nesh që nuk ka një virt të përditshëm. Virdi është, domethënë, angazhimi i gjithë secilit prej nesh për të thënë një sasi të caktuar dhikresh në mënyrë të vazhdueshme. Kjo quhet virt. Pra e kam praktik, e kam recetë. Mjeku të thotë, një herë para buket, 2 herë mas buket, 3 herë në ditë, 5 herë në ditë, dhe ti vrapon dhe thotë, ora, kam kohë me marr ilaçin. Është koha me marr injeksionin. Është koha me pi atë dhe këtë. Shumë mirë. Ashtu siç vrapon me kënë korrekt me mjekun tanë për një farmak që ti mendon se do të sjell dobi në shëndetin tanë, ashtu edhe shumë më shumë duhet jemi korrekt unë edhe ju me Zotin e gjithësisë. Që jeta e jonë nëpërmjet dhikrit të Allahut Azza wa Jall të jetë plot qetësi, plot gëzim, plot begati, plot dritë, plot mëshirë të Allahut Azza wa Jall, larg shejtani nga mezhliset tona, aty ku përmendet Allahu Azza wa Jall, shejtani me 1000 brina me kënë, rrin kilometra larg, nuk afrohet, sepse dhikri i Allahut ka dritë. Aty ku përmendet Allahu Azza wa Jall, zbresin melekët. Atëherë çfarë të pyesim dhe çfarë të themi për realitetet tona, që shpesh ankohemi mungesën e begatisë, grindje, përçarje, a kemi të bame, a kemi gjin, a kemi sy, a kemi këtë, a kemi atë. Në fakt, kemi diçka që ne shpesh harrojmë ta themi. A neglizhojmë për ta vënë duke. Kemi mungesën e dhikrit të Allahut. Bare prof, këtu edhe një javë, dhe siç thonin hoxhallarët tanë, jam mjekra ime. Këtu edhe një javë, ban çmos, që çdo ditë të kesh një virt. Kohën caktoje ti vet. Formulat caktoje ti vet. Shmer një palë të spi, apo ato si të njesh ti më mirë. Dhe thuj 100 herë astaghfirullah, 100 herë la ilaha illallah, 100 herë salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, cilën do formulë që të duhet. 100 herë la hawla wala quwwata illa billah. 100 herë një për emrave të Allahut Azza wa Jall. Ma shumë, ma pak, vetë se bane këte. Allahu ju dasht dhe ju begatoft. Dhe na bëf për atyre që nalsohen ditë pas dite nëpërmjet dhikrit të Allahut për të jetuar në harmoni dhe paqe me veten e tyre, megjithatë me Zotin e gjithësisë, e pastaj për të përhapur këtë dritë dhe mirësi edhe në realitetet ku ata jetojnë dhe veprojnë.
Allahu ju dashtë.